Një aksident ka ndodhur në autostradën Fier-Lushnjë në afërsi të fshatit Savër. Në aksident janë përfshirë dy automjete dhe si pasojë e kësaj përplasje janë plagosur 7 persona, të cilët po marrin mjekim në spitalin e Lushnjës, 3 prej tyre në gjendje më të rënduar. Një automjet furgon tip Benz i një kompanie udhëtimesh ishte duke transportuar pasagjerë drejt aeroportit të Rinasit, ku ky automjet është përplasur nga pas gjatë një parakalimi nga një mjet tip Benz AMG 63, ku pas goditjes që i ka shkaktuar furgonit, ky automjet është përfshirë nga flakët. Policia po punon për shkaqet e këtij aksidenti, ndërkohë një kamion ka dalë nga rruga në vendin e quajtur Rotondo e Levanit. Burimet nga aventjarja bëjnë me dije se bllokimi i timonit nuk i ka dhënë mundësi drejtuesit të mjetit të manovrojë dhe për pasojë ka përfunduar në kanalin anësor të rrugës. Fatmirësisht drejtuesi nuk ka pësuar lëndime, ndërsa dëmet materiale janë të konsiderueshme pasi ishte i ngarkuar me në kuzhinë. Në aventjarje kanë shkuar me njëherë forcat e policisë dhe grupi hetimor, i cili po punon për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti.